Po takojmë edhe këtë diel, dashur shikues, sot për me përgatit bukë të ëmbla. Keni dëgju për cinnamon rolls, po nuk besoj që keni dëgju për cinnamon buns, apo kuleç me kanel. Mas pari kemi me nxan brumin, e kemi një gotë me ujë të vakët, ja hedhim një lugë sheqer, pak më shumë, edhe një lugë maja buke. E përzim pak, edhe do të thotë brumi nuk ka ndonjë filozofisi, kur brumin për bukë normal që i përgatitin në shtëpit e juaja. Tu kam diku rreth 600 gram miell. E tash është koha pak edhe me duar ta punojmë. Magjin në fund, gjithmonë me vaj ulliri për mbi, i ndihmon për mos me kap, edhe une kam vajin e ullirit ma të mirin që mundeni me gjetë në treg, është shkrela. Dashur miq, e mbulojmë brumin që kemi zënë. Gjysmë ore deri në 1 orë e lëm të pushoj, e ne kthehemi pas pak minutash pasi që të zmadhohet, të dyfishohet brumi, edhe shohim çka kemi me bo me to. Brumi ka ardhë, e çfarë brumi se. Në anën tjetër e kam shkri gjalpin, veç edhe pak po e lo, le të shkrihet. Edhe kuleçt kemi me i marrë direkt prej brumit. Kështu. Kemi me i fut një herë në gjalp. Pastaj kemi me i ly me kanele, sheqer, edhe kështu si ta marrin formën. Pak i bojmë durt me yndyrë, e marrim e bojmë formën tjetër. Do me thonë nuk ka punë as me shtri brumin, as me të hollu petën, as kur gjo, veç që shto qysh e merë qashtu e qetë në tepsi edhe dalin fenomenale. Do t'i pjekim për 20-30 minuta në 200 gradë, edhe pastaj ta shohim se çka kemi bërë. Duket ja kom ftof gravet këtyne herët me këto bukë që i kom qitë sot. Ndaqt ëmbla, ndaqt mira, ndaqt shishme, edhe të shëndetshme, se kanela është e shëndetshme, e dim këtë sen, apo, edhe gjalpi është i shëndetshëm. Do me thonë, është i mëngjes perfekt, dashur miq. Me këtë mëngjes, me këto bukë të shtëpis, me kanel e me sheqer, ju dëshiroj një të diel krejt sheqer edhe krejt ëmbël, sikur bukët e mia sot. Tong tong!